Të nderuar vëllezër besimtar, me qenë se kemi hi në finalen e këtij muaji të bekuar të Ramazanit, jemi veç në fund të fundit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjendjen e tij, punën e tij e kishte ndryshu dhe e kishte shtu edhe më tepër në 10 ditën e fundit të muajit bekuar të Ramazanit. Si çdo herë njeriu kur i afrohet fundi i një punës, gjithmonë është më i zëshëm, është më aktiv, është më produktiv. Edhe gjatë muajit bekuar të Ramazanit, ne duhet jemi më produktiv, duhet jemi ende me shtu kapacitetet tona, veprat tona të mirësisë, punët e mira, gjithçka që ka të bëjë me shpërblime edhe mirësi tek Allahu Gjeleshanu, besimtari duhet të tregohet edhe më i vëmendshëm, edhe më i fokusuar, edhe më i përqendruar gjatë këtij 10 ditësh të fundit. Nga se vlera e veprave ka mbet edhe këta 10 ditë të peshohet, edhe të ketë vlerë tek Allahu fuqiplot. Pejgamberi alayhis salam thot: "Kana shidda azrahu." Thot, kur erdhë 10 ditë i fundit i Ramazanit, nëse e përkthejmë bukfalisht, thot, e ka shtrëngu rrypin. Nën kupton se ju ka përkushtu edhe më shumë ibadetit, edhe veprave të mira, edhe fjalëve të mira, edhe qëndrimeve, në veçanti gjatë 10 ditëve të fundit. Wa ayqadha ahlihu, thot, edhe e ka zgju familjen e vet, e ka vedisu edhe më tepër. I ka thonë, vlerësoni këto ditë që na kanë mbet muajit bekuar të Ramazanit, qoftë me ibadet, qoftë me vepra, qoftë me punë, qoftë me kërkim të riskut, me gjithçka. Pejgamberi alayhis salam i kishte veçu këta ditë e fundit. Mandej thot, ahya lejlehu, edhe e kishte ngjallë natën e tij edhe më shumë se sa net e tjera. Çka do thot e kishte ngjallë natën e tij? Do thot kishte bërë ibadet, edhe ishte fal, mirë po ai është fal vet. Ai nuk u fal me njerëz, nuk u fal me xhamat. Ai është fal vet. Ai ka fal 2 recate, ai ka fal 4 recate. Është ndal, është përqendru aq shumë saqë sahabët e pejgamberit alayhis salam tregojnë kur kanë shku me thirr për namaz të sabahit, se në çfarë gjendje kanë gjetë. Një prej sahabëve tregon, thot se kur shkova me thirr pejgamberin alayhis salam për namaz sabahit, thot e gjeta pejgamberin alayhis salam, thot duke qajt, thot i vlonte gjoksi i tij, sikurse ajo tenxherja e cila kur vlon mbi zarm, mbi shporet, qish dridhet, ashtu thot ju dridhke gjoksi pejgamberit alayhis salam nga të qarat në namaz të natës. Aq i thellum, aq duke mendu, aq shumë duke sodit për krijimtarinë e Allahut Gjeleshanu dhe për të mirat që ja ka dhënë, tha pejgamberi selam, ju dokë kër gjoksi i tij për i del prej venit nga të qarat në namaz të natës. Mirë pa ishte vetë. Njeriu është interesant kur qanë kër është vetë vëllazër, kur është veç ai edhe Allahi. Që ato lot janë të bekum, që ato lot janë të pranum, që ato lot janë lot me vlerë edhe peshë të madhe.